edhe marrëdhënie që ke. Pra, këtë që the tani, pra ti nuk je ndier asnjëherë mirë, ndihesh ajo themi ne kova që është e shpuar dhe nuk domethënë nuk mbushet kurrë, pra ti nuk ndihesh asnjëherë e plotësuar me veten tënde, prandaj dhe shfrytëzohesh së jashtë. Edhe thot njeri i mirë. Ç'do të thënë njeri i mirë për ty? Kush është njeriu i mirë? Në vetën time, do të thënë, unë gjithmonë mendoj që një njeri i mirë duhet bëj shumë, duhet ndoshta ato gjithmonë po të japi leksione, të jetë njeri i paqt, në këtë gjë. Kë shembull ke ti që është njeri i tillë? E thënë treqa seri, domethënë sepse neve idealizojmë prindrit, idealizojmë pra se kemi çike edhe nga kultura e njeriu. Po jo, në këtë stadë nuk i idealizoj më, mendoj që prindrit e mi ka qenë shumë të mirë, kanë bërë shumë për mua, mendoj që kanë gabimet e veta, siç kemi ne dallimin mes brezave, ashtu siç do të thotë dhe bëj për mua e gjitha më radh. Ta nuk i idealizojnë këtë pjesë. Por në gjithë jetën time, nuk është dukur vetë njeri mjaftueshëm e mirë. Në çfarë do gjë që ka bërë, dhe kjo është një gjë që unë e them shumë sinqerisht. Është një tendencë shumë është e forte shumë familjeve tona, që jemi rritur me të qenë njeri i mirë, qoftë edhe nga kinemaja, e kemi këtë lloj se ashtu ishte edhe kinemaja për njeriu e mirë, për njeriu bashkëpunues edhe mua më ka ndodhur kjo që kur kam mendime djallëzore, për shembull, ose kur ka ndodhur që jam përfshirë shumë, për shembull, në fushata gjatë tërmetit, për të ndihmuar njerëzit, pastaj unë e kam bërë dhe pastaj kam bllokuar ata njerëz, sepse filluan që po kish trajtohesha në telefon, po humbja shumë kohë nga vetja ime dhe ndihesha si njeri i keq në atë moment. Pastaj më duhet kaloja në analizë të kuptoja që është okay edhe ta bësh këtë. Unë besoj që mirësia vjen nga paqja me veten, se ne është një shprehje shumë e bukur thotë që kërkojmë paqe në botë. Ç'është kjo paqe dashuri në botë? Nuk ekziston paqja me vete. Kur je në paqe me vete, e ke vëre që përton edhe të zihesh kur je thjesht në një ditë të bukur pranvere, po rri atje. Kur je në paqe me vete, më besoj që je njeri i mirë. Je detyrimisht i mirë, nuk ke nevojë të bësh shumë gjëra. Krijon harmoni brenda rrethit tënd, kaq është njeri i mirë. Dhe mund të shkosh te fundjavë ndryshe me qese çdo fundjavë, po nuk do thotë kjo gjëja. Kur sillesh mirë me njerëzit, kur mundohesh që mos i shkelësh limitet e tjerëve për interesin tënd personal, kur ke ndjeshmëri, ka plot njerëz që kanë 20 mace në shtëpi dhe janë realisht në marrëdhënie me njerëzor janë negativ. Njeriu i mirë është njeriu i vetes edhe i komunitetit, që në komunitetin tënd ti bët pamundurën, e shef atë gjën, e çon te plera. Kjo është njeriu i mirë për mua, sepse ti jeton në planetin Tokë. Planeti Tokë nuk është vetëm i jot, është i tërëve, dhe kjo ndahet është pronë e përbashkët. Dhe kjo pronë e përbashkët, që dikur në komunizëm ishte gjë e mirë, po ishte na i dha dhunshëm, po filozofia është shumë e bukur. Njeriu i mirë është ai njeriu që është dhe brenda shtëpisë i mirë dhe mundohet të korrigjohet dhe të korrigjohet, se do thotë jona nuk del njeriu evolon, zhvillohet, mëson, atë dije që ka e ndan dijen, është njeriu i mirë ai që ndan dijen, jo ai që mblan për vete. Mos dash rrobat e dollapit, se ka fiksim njeriu i mirë ti ndaj, por të paktën të ndash dijen atë çfarë di. Të ndash, të kontribosh, edhe t'japësh edhe qoftë ajo e them gjithmonë, një detaj i vogël, qoftë pastrimi, qoftë kujdesi që keti për të vendin duke menduar për njeriu tjetër. Ja mos ta parkoj makinën ngjitur me këtë, sa ai do hyj tek dera dhe nuk do futet dot. Ai mendim të jep ty paqe, më beso, ai lloj mendimi të jep ty paqe në jetë. Se kjo s'kuptohet në Shqipëri. Mendimin e kam gjithmonë, domethënë, nuk e di. Po ti je në paqe, ke mendime të mira. Ti je njeriu i mirë sepse ke mendime të mira, kaq. Ke mendime të mira dhe kaq, nuk do bësh ndonjë mrekuliti se ti e kupton që bota kështu është. 5% kanë miliardat që mund të bajnë gjithë botën tjetër dhe bota tjetër është pjesa tjetër është e varfër fare, ka skamje. Pra ka një gjë këtu që shkon dhe njeriu i mirë nuk ka çfarë ti bëj kësaj gjës. Është një funksion, por në botën në mikrokozmosin tënd të vogël, njeriu i mirë është ai që mundohet që të korrigjohesh çdo ditë dhe thos si mund ta bëj më mirë marrëdhënien time apo marrëdhënien në komunitetin tim. Këtoja për mua kaq edhe sikur të gjithë kishin këtë paqe, Shqipëria do të ishte, nuk e di, ndoshta një shtet tjetër. Në këtë rast, Lira, si shumë njerëz të tjerë që sapo e përshkrove pak profilin e strukturës së sjelljes që ka Lira dhe si ndihet ajo, vën të dyshim veten, kurse njerëzit të cilët dëmtojnë nuk e vënë kaq shumë. Asnjëherë. Ta vën, po, ndoshta. Asnjëherë. Edhe njerëzit e paaftë, çuditshme. Ose njerëz që bërtasin për gjëra që janë realisht të tmerrshme, dhe ti e menduar kaq shumë,
Dhe pse mos të këtë bëv, thua për shembull, jo të tmerrshme, po të ke thyer çdo rregull profesional të prodhimit dhe një gjëje, thua ç'a guximi kanë ato. Kurse neve me imposter syndrome, që jemi të lindur me dyshime tek vetja, absolute, që s'jemi mirë se është histori më vete kjo pastaj pse jemi kështu siç jemi. Gjithmonë dyshon, ndonjëherë duke u montuar shumë, ai tjetri ka ecë para dhe unë jam duke mësuar edhe nga ata. Për herë të parë po mësoj edhe nga ata, sepse sa gjëra nuk i kemi mësuar ta, po mësoj nga njerëzit e guximshëm, nga guximi budallait. Kështu që ne të tërë i shërbejmë njëri tjetrit, të duhet të jenë dhe ata që na ndihmojnë, na mësojnë neve, por edhe ne të mësojmë edhe ata nëpërmjet nesh mësojnë kalamajt e tyre, se fëmijët ata i duan më mirë se vetja. Siç edhe ne i duan kalamajt që më të thjeshtë ne, nga trut. Duhet të jesh më luftarake. Okej, po është që nuk jam njëri që ndal kundër rregullave, kundër ligjeve. Jam gjithmonë në orar, jam gjithmonë 5 minuta para. Jo shumë mirë bën. Nuk bën keq fare. E di që ndihesh si budallai vetëm, her pas here në këtë vend, kur zbaton ligjin, ndihesh si budallai i fundit edhe kështu pikërisht sepse këtu të tërë duan të thyen ligjin edhe të bëjnë të ndihesh budalla kur i zbaton, të bëjnë të ndihesh budalla kur je korrekt. Në shumë raste të bëjnë të ndihesh budalla kur nuk je i korruptuar. Dhe kështu fillon edhe korrupsioni, se ngelesh budallai i fundit në qeveri, pa pritur vetëm ti. Ky vend është akoma ende është shumë njomcak. Akoma ende nuk është stabilizuar vetja. Ne jemi banor të një fëmie, ende adoleshent. Kështu që jemi banor të një adoleshenti që po do të rritet, po është akoma te 19-20 vjeç, dhe nuk është aq i rritur sa duket. Si fëmijë të një adoleshenti, dukemi ne si prindrit e tij, edhe nuk e kupton njerin, nuk na kupton kur bëhemi prindrit e tij. Por që ti vazhdo bëje, sepse tres ta vlerësojnë, po njëri ta vlerëson edhe fundi edhe bota ecën pikërisht nëpërmjet rregullave, funksionon. S'ke ç'a të bësh. Duhet i dish ato, pastaj ti thyesh, është një shprehje shumë e bukur. Respektoj, pastaj thyej ato. Lira rregulli që duhet thyesh ti për veten është ta thuash jon se nuk do dhe asgjë, aty ku duhet thuhet, aty ku e ndjen trupi jot që duhet ta thuash jon. Ku ndjen që po abuzohet shumë me tolerancën tënde. Unë të falenderoj shumë. Shumë faleminderit juve. Okej, historia e tretë është një histori suksesi. Sepse Klaudia, 38 vjeç, nënë e 2 fëmijëve, ka mësuar të thotë jo, dhe kur ka thënë jo e parë, ajo ka ndjenjë një shirim të jashtëzakonshëm, e tregon vetë. Dhe që atëre filloi që të vëj limite dhe po i edukon dhe fëmijët e vet kështu. Atëherë Klaudia, ti ke mësuar të thuash jo, pas shumë viteve. Shiko, kujto pak herën e parë që ti nuk i besove veshve kur e the, pra kur vure limitin tënd. Ku ishe, ç'a ndodhi? Kam qenë në takim pune, për një projekt. Më vinë të kisht që du të refuzoje projektin, sepse personi që kisha përballë kishte një eksperiencë shumë të madhe, kishte një emër të madh, kishte shumë vetbesim, të gjitha këto, po nuk përshtaten me nevojat që unë kisha, nuk ishte në të njëjtin nivel që unë doja të arrija rezultate në fund. Dhe kisha gjetë natën që përgatitesha skenar të ndryshëm se si do thoja jo. Mendoj pa ofenduar ose pa treguar arrogancë ose pa treguar mos respekt ndaj personit tjetër edhe për punën që kishte bërë. Dhe kur ekipi që isha përballë më tha që ky është projekti më i mirë që ne kemi realizuar, kemi harxuar kaq orë pune, të gjithë shitën shumë mirë punën e vet. Nuk e di se çfarë ndodhi, po kisha një fuqi që tash më vjen keq, ky nuk është projekti që unë do realizoj. Do të nuk e jap votën për këtë projektin, dhe më duhet t'ja vë projektin në pauzë, sepse do më duhet të marrë dhe një sugjerim tjetër ose një ofertë tjetër. Dhe ditë të them që për ato 30 sekonda që unë kam thënë jo për këtë projektin, sikur dikush më dha një superfuqi. Do të isha shumë e lehtë. Do nuk isha si lloj pesha, si lloj barre, nuk isha free. Po, isha literalisht isha free, isha kështu pa pengje. Si reaguan ata?
Para që nuk e pritën, sepse unë gjatë gjithë procesit të punës kam qenë shumë e sjellshme, shumë suportuese, gjithmonë duke mbajtur këtë balancën, se pa problem, se gjëra që rregullohen, të gjitha këto para që ata u shtangën. E dyta që filluan që të më bindin se unë duhet pranoja projektin. Dhe kur e panë që unë nuk po lëvizja nga vendimi që kisha marrë, të thanë nuk e respektojmë. Dhe ditë të them që mbas se kam dalë nga takimi, unë kam bërë diku të 30-40 minuta ecje dhe ndihesha e lumtur. Domethënë shikoja veten time që qeshja. Dhe kisha një lloj buzëqeshje në aurën time kur ecën në rrugë. Kishe një lloj lehtësie. Dhe mendoj që mendoj që joja është një superfuqi. Më vjen keq që qoftë brezit tim ose brezit pak më poshtë, nuk më ka mësuar familjet janë, nuk më ka mësuar të bëjmë kufi, sepse joja në të vërtet nuk është vetëm superfuqi, por është respekt. Respekt që ti tregon rreth parë për veten tënde, dhe pastaj respekt për që ti tregon dhe për tjetrin që ke ti përballë. Nuk po them që bësh arrogante. Po. Jo, doja të ndalesha pak tek momenti që thua jo, sepse një nga arsyet pse njerëzit nuk e thon shumë jo është frika se çfarë mund të ndodh. Tani kur ishe në krevat duke menduar shumë gjëra, si ta thuash, si ta bësh për projektin. Sa ndryshon imagjinata jote në krevat? Komplet, e reagimit të tyre me atë çfarë ndodhi. Po, ma thuaj pak si imagjinoje ti skenën. 100%, sepse në momentin që unë mendoja që unë do thoja jo, sidomos herën e parë, ditë të them që mendoja që ata mua do më në një farë mënyre do më zhvlerësonin mendimin që unë kisha, do më tregonin që ti e pa aftë të gjykosh. Vendimi që ti ke marrë nuk është worth it, nuk është i duhuri, ti nuk vlen për këtë vendim. Dhe kjo është ajo pasiguria që ti ke, domethënë që gjithmonë thua po sikur. Dhe mendojnë që tjetri, ti asnjëherë nuk e vlerëson veten tënde maksimalisht, si gjithmonë kritika më ashpër e vetes, pak në rastin tim shumë ndodh që gjëja që bëj jam kritika më ashpër e vetes, dhe shoh veten në lup, le të themi. Dhe do mendojnë që personi përballë do të bëj po të njëjtën gjë, po në të vërtet, personi përballë momentin që ti vendos një farë lloj limiti, një lloj standardi, një lloj përgjegjësie, se dhe joja në fund të ditës është përgjegjësi, krijohet një lloj marrëdhënie tjetër. Dhe persona që ti ke përballë ose shoqëria, edhe në familje, jo vetëm në shoqëri, po edhe brenda familjes, ka një lloj respekti tjetër ndaj personit që thotë jo. Pra, me atë ndodhi asgjë. Po. Asgjë, po, unë fitova pik. Fitove pik. Do thonë, po, fitova pik, arrita të realizoj një projekt akoma më të mirë, dhe në fund të, mbasi çdo gjë përfundoi, ekipi tjetër më tha bëre vendimin e duhur. Është një ndjenjë shumë e bukur kur fillon i respekton veten, edhe kur e kupton që kur e merr dhe respektin e vendosjes së limiteve. Dhe tash ti e ke bërë si praktik të besoj. Po, ja, do më mendoj që nëse vetëm një gjë që kam bërë, do të thënë që mendoj që është një ndër gjërat që unë jam vërtet krenare, kam mësuar dhe fëmijët e mi të thonë jo. Si ke mësuar? Ti ke fëmijët 11 dhe 8 vjeç. Po, vegjël, po. Kam dhe fëmijë, po, dhe të vegjël i kam mësuar të thonë jo. Qoftë edhe nëse neve kemi njerëz në familje që na vijnë shoqëri me fëmijë dhe to duan të lozin ose të ndajnë lodrat, kanë të drejtën të thonë jo. Jo, nuk dua ta ndaj këtë lodrën me ty, që është okay. Ose jo, nuk duhet ta fal. Momenti i parë është pak i çuditshëm, do të thoja. Nuk është gjëja më pozitive e mundshme, po të jam mësuar tashmë dhe fëmijët e kanë praktikë që momentin që thonë jo për diçka, presin disa minuta ose shikojnë pak reagimin dhe pastaj thonë që në një moment tjetër mund të lozësh ose mund të na bashkohesh. Do të japi një lloj shpjegimi. Nuk do të thoya shpjegim, po të t'japi një lloj feedbacku i jos, të tipit që e personi tjetër në fund ta kuptoj. Kështu që kemi ose edhe në park, për shembull, ose kur janë në kurset e sportit. Kanë mësuar të thonë jo. Ndjej një gëzim unë tek Klaudia për këtë fakt. Unë jam shumë e lumtur për këtë gjë dhe realisht jam shumë falënderuese bashkëshortit që më vuri re. Sepse unë shikoja domethënë që përpëlitesha si peshku për të realizuar punë ose përgjegjësinë kur thoya dikujt dilja përtej zonës time të komfortit, për të realizuar atë që kisha thënë dhe në fund fare nuk vlerësohej, sepse sa kujtohet ndonjë situatë, më fal, që realisht ka ardhur e ka mbushur kupën. Kjo sjellje qasi që ke ti. Kujton ndonjë moment për shembull që je ndjer keq me veten?
Po jam të kesh me vetëm për shembull në punë, kur unë thoja për çdo lloj projekti ose për çdo lloj situate, merr përsipër pa mund ta bëjmë, po e realizojmë. Dhe në fund shikoja që unë punoja edhe më shumë orë, bëja më shumë projekte, i realizoja, i bën kohë dhe nuk merr një lloj falënderimi në fund. Sepse kjo gjë që unë bëja për te kapacitetit tim ose mundësive të mia që dileja, që ndodhë me for granted, me si më shën. Se kjo pa mund ta bëj, nuk ka problem. Dhe nuk shifej si një vlerësim. Dhe në momentin që ti vuan me veten pas e thop, pse s'më vënë re mua këta. Çfarë ka që nuk shkon, nuk kam bërë dhe këtë, kam bërë dhe këtë. Por problemi është që ne themi pafundësisht po për të kënaqur të tjerët. Kur vjen momenti që ti do të bësh këtë bisedën e qetë me veten tënde, të reflektimin me veten tënde, ti e të kjo gjë, po pse s'më vënë re mua këta, po unë kam bërë dhe këtë. Unë kam realizuar dhe këtë gjën tjetër, kam arritur këtu. Edhe tjetër kjo pjesa që, diçka po bëj gabim, dhe po është vërtet, diçka bëhet gabim. Ka gjithmonë një jo. Dhe ajo joja është vlerësim për të dy palët, edhe për situatën, edhe për ty si person, edhe për palën tjetër kur ti i thua jo, për të gjithë është një lloj vlerësimi. Shiko, më bëri përshtypje se pak minuta para se ne të bënim këtë intervistë, unë para se fillonim regjistrimin sot programit, unë hodha një pa lidhje fare me temën sot, po e mendoja për hallet e mia si për Marse. Hodha një video të Obamës, të Barack Obamës, ish presidenti të Shtetit Bashkuar të Amerikës, që në një intervistë kishte thënë që mua më pëlqejnë ata duars, ata që e bëjnë punën. Pra ka njerëz ku kam punuar, unë tha, ku ka punuar në shtëpinë e Barë si president dhe gjithandej, ka njerëz që duan të ulen dhe të analizojnë gjën. Ka njerëz që janë shumë të mirë në gjetjen e problemit. Tha, po mua më interesojnë ata që thonë thjesht e ketë mbaruar. Dhe kur e hodha atë në Instagramin tim, që unë e hedhe dhe kështu indirekt për të bërë mesazh, për të çuar mesazh tek stafi im, kudo që janë jeto mesazhet, pra njerëzit që thjesht e bëjnë e mbarova, nuk ka problem. Më erdhën mesazhet dhe thanë, po, neve që jemi të tillë, tha, na shfrytëzojnë shumë. Ne pumbaruarit, që ma lër mua se ta bëj. Pra është edhe kjo. Dhe mua në fakt u zgënjeva pak se thash që ore kjo është për se unë ku t'i gjej këta njerëz. Unë ku t'i gjej. Do ta ke një perspektivë tjetër. Në punë për shembull. Se ka janë këto persona që janë duar pumbaruarit, le të themi. Ke dhe një person tjetër ti që është i aftë, patjetër që po hyn te kjo jo te 20% që bëjnë maksimum, po hyn te 80 që. Ligji 20 për mbi 80 e themi. E ke vënë re ku ky personi që nuk është që bën maksimumin në punë, vjen të kërkon rritje rroge. Pa. Ti në një farë mënyrë e rikonsideron këtë personin, e konsideron edhe rritjen e rrogës, edhe ripozicionin atit në kompani. Kurse këto persona që vetëm bëjnë, asnjëherë nuk të trokasen në derë të thonë, shiko, se unë kam arritur 1, 2, 3, 4, ose kam bërë 1, 2, 3, 4 pak më shumë. Çfarë do ndodhi me mua në 3 mujorin tjetër, ose në gjysmën tjetër të vitit, ose ku do përfshij më shumë. Dhe kjo ndodh rëndon, sidomos në Shqipëri një herë, që ne nuk kemi asnjë lloj kufieri ndarës, dhe pjesa më e madhe e kompanive në Shqipëri nuk kanë një lloj hierarkie, le të themi. Ndodh që ata që punojnë shumë nuk vlerësohen, merren për të mërqën, edhe këta që kanë pak më shumë guxim, le të themi, dalin pak në sipërfaqe. Po, këta që punojnë shumë dhe nuk vlerësohen, unë kam fut veten time, unë e them gjithmonë që kam punuar 3 vjet kur erdha nga Amerika tek Top Channel, edhe kur hyra unë topi sa kishte filluar, po pati një boom të jashtëzakonshëm dhe ishte në Maja dhe çdo diskutimi, çdo njeriu jashtë Top Channelit në vite, po flasim 2002-2005, ishte çarroga është e larta ka topi. Çdo taksist i mundshëm që merrja unë më thoshte ti je topi, kush e di çarrogë keni. Sepse atëre u bë i famshëm edhe për blerjet me çmime të larta që bëri nga televizionet tjera. Dhe kur shkova unë atje, kur erdha nga Amerika, që erdha dhe me diplom nga Amerika, kuptimin me kulturë tjetër, me vizion tjetër, tërësisht që u pa dhe rrugës, unë hyra me 0 lek, kalova në 150.000 lek, pastaj për çdo njeri që ikte, mi kalonin lekët mua. I drejtori atëre informacionit Andi Betja, sa harroj kur më kaloi një ditë afër dhe më tha sa e ke rrogën ti, me zë të lartë, se ishim si guerilla atëre, ishim të gjithë bashkë motra vëllezër. Dhe i thash 350.000 lek dhe qeshim e të madhe dhe iku. Ky ishte drejtori. Dritan Hoxha i ndjeri
kur unë isha në Selanik që kisha shkuar me shpenzimet e mia se doja të isha pjesë e një samiti ku nuk ishte puna ime, ishte puna e gazetarëve të politikës, po unë doja të shkoja të isha dhe unë aty. U gëzua shumë që tha kjo vajza tha do të bëj më shumë edhe po financon vetë. Më çoi një mesazh dhe më tha do të arris unë rrogën dhe ma çoi 450, ndërkohë rrogat e tjera rrotull me ishin 1 milion. Dhe unë ndërkohë po bëja goxha punë, dhe nuk isha gazetare, jo, domethënë, kisha goxha pesh aty. Fillova si kulturë dhe pastaj lëviza kudo. Dhe jam larguar nga topi me 600.000 lekë të vjetra. Sepse sa herë që doja të thoja diçka, s'kam shkuar kur në zyrë. Sepse gjithmonë thoja një sekond sa të bëj këtë tjetrën më të mirë. Sepse nuk jam akoma aty ku duhet. Sepse ti nuk je, se je gjithmonë këtë kusën ndaj vetes, do patjetër pak personat që janë duars. Asnjëherë. Gjithmonë të pjesë që duan të performojnë më mirë, ka diçka më mirë. Po, dhe kjo është shumë e vështirë. Dhe nuk ka asnjë gjë të keqe, është gjë shumë e mirë që ti Jo, është e mirë sepse përmirësohesh. po patjetër, por nuk është fair sepse e para nuk është mirë për ty. Meshkujt janë shumë të zotët te kjo gjëja. Më pëlqejnë shumë. Edhe sepse ata shikojnë big picture, kurse ne në detajet, kjo është diferenca. Janë shumë më të qartë, më pak emocionale. Ata shikojnë panoramën e madhe, janë emocionale, ne jemi më emocionale dhe shikojnë detajet. Kështu që unë për vete këtë e kam pasur dhe më ka ndodhur her pas here, edhe në propozime të tjera, kam shkuar nga vlerën e kam kaq, aq sa unë mendoj vlera dhe kam thënë njerëzit, motra, ku je tu shku? Them aq që kam vlerën, kështu që zvi. Pra më shumë kam refuzuar direkt, sepse në momenti që unë do ulesha dhe të bëja kompromis për vlerën time, do filloja e di që futem në ca arsye time që janë të panevojshme për veten. Dhe them një sekond se ky emisioni se një gjysore apo mos e gjysore punë është sikur ça. Ndërkohë vlera e vërtet e imja nuk ka lidhje me gjysore që dalun aty, është që dalun aty. Dhe unë dhe gjitha ajo që kam unë. Kjo diferenca. Po kuptoj. Kështu që unë filloja ul vlerën e vetes time në negociatat personale, të cilat i kam hequr nga vetja dhe kam lënë të tjerëve ta bëjnë për mua, sepse unë këtë nuk e kam bërë për veten time dhe ka qenë shumë e vështirë. Pikërisht kjo pjesa e të mos vlerësuarit të vetes aq shumë sepse ti thua një sekond se s'kam dhënë. Një çik ajo e diskutuam pak më parë imposter syndrome, një çik kjo pjesa e frikës që nuk kemi mjaftueshëm aq mirë se ato kërkosh ti rritje rroge, po sa e do ti realisht. Po ndoshta ti do ofendohesh, u them unë jaj 100.000 lekë marrë, po 100.000 lekë do iki unë aty se është dhe kjo mendimi tjetër. Po unë dua që ta meritoj, unë dua të bëj miliarder. Domethënë kisha shumë mendime në kokë. Që në fund të ditës unë prapi ka me 600.000 lekë fitova nga eksperienca. Miliona kam fituar, patjetër. Kështu që këtë ta thash si parantese. E bën një shkollë të dytë. Këtë ta thash sepse e vura re që the nuk prita një faleminderit. Unë për shembull këtë gjë më ka shpëtuar kjo në jetë, që nuk kam pritur faleminderit. Dhe mua, në atë kohë e vuajta. Po, është mirë. Që deri në momentin që unë nuk e kuptova nuk e dija nuk dija të vendosja limite, prisja nga njerëzit që të më vlerësonin. Që të më thonin bravo, sa mirë, ti e more përsipër, ose sa mirë më mbyllet të nderin, sa mirë më referove kjo kompania. Më kupton? Se ti më thua mua shiko Klaudia, unë kam një situatë, duhet të kaloj në një kompani tjetër, ti e njeh të menaxherin e burime njerëzore, ti thua një fjalë të mirë? Tash që ne dim çdo vend botës personi që referon ka shumë vlerë. Në gjuhën tonë jargon miku. Po referuesi ka merret në konsiderat. Dhe ti kur çdo gjë mbaron ti thua që orke sa mirë, domethënë ti të bëj çefi që ndodhe gjë, po nga njëri tjetër bëhet edhe diçka, thua që ore do më marrë këtë, më thotë faleminderit, më kupton? Edhe kur kjo s'ndodh, ti thua po pse s'ndodhe. Kurse tash e kupton se nuk ka ndodhur. Sepse ti e ke dhënë në mënyrë aq të lehtë, aq fluide, aq pa kompleks, se që ai nuk e vlerëson këtë gjën. Ajo. Unë besoj që është dhe pak me njeriun. Është dhe pak me njeriun, besoj unë, që ka dhe njerëz që çfarë do t'ja bësh ti? Unë mbaj mend dikush më bëri një dhuratë mua dhe mënyra si ma dha dhuratën ishte më tha kjo është po jepte një moll. Edhe kjo është një moll, tha merre këtë mollën haje, tha kur të ikësh, shi sa e mirë, sa e shëndetshme kështu. Edhe i thash unë nga Baçja e more? Jo, tha e bleva.
Po, mënyra si e tha ishte sikur e kishte mbjell vetë, kishte punuar për atë moll, për farën, për këto. E kishte manifestuar Do njërë është mollën. ajo shitja shumë interesante, të shesësh vetën dhe tek pjesa e dytë ku the ti do të thënë tek ajo meraku jo se si s'më pa njeri, është e çuditshme që nuk të shohin. Por edhe po të lexosh biografitë e njerëzve më të famshëm në botë, ka njerëz ti nuk e beson që ka njerëz që kanë marrë Oscar dhe nuk janë parë për diçka tjetër. Oscar o kanë marrë Nobel dhe nuk kanë parë për kjo edhe me këtë të shpaqe në jetë. Në momentin që ti largohesh nga ky pozicioni ose kështu, aty shikohet vërtet rëndësia jote. O Klaudia, ndoshta nuk shikosh, ë? Nuk ka rëndësi ajo, ka rëndësi se si e shefi vetën. Vërtet. Do të thënë, ti ke veten tënde dhe ti je protagonist i jetës tënde. Dhe si protagonist duhet ta bësh ti protagonist në çdo situatë veten tënde. Pra mos jesh ekstra, mos jesh figurant. Dhe kur e bë protagonist që jam unë dhe tregon që kjo është vlera ime, po neve dhe këtu dua të ndaloj tek Jona. Ne kemi një problem edhe me këtë Jon, se neve të paktën si gra, si femra, jemi rritur është arrogancë të mburresh. Meshkujt e bëjnë shumë thjesht këtë. Ata mburren edhe kanë aq të bukura të mburë, kanë shumë të lehta të gjë, nuk mendojnë kaq shumë. Dhe po të vësh re në tre historit janë burrat ata që i thon grave. Ore çaj tu bëti se po i thua jo, është too much. Do të thënë burrat ka situatat e tyre, ndaj mamas, siç kemi parë situata, ndaj prindërve, ndaj kështu. Mund të jenë në një shok të ngushtë, kanë ato ca shok që si aprishin dot kurrë të jetën. Edhe pse po i quajnë kështu si vllazëri. Është shumë arrogante për neve që të themi ore një sekondë ose un vlej. Mami im për shembull do trëmbeshe. Dhe unë për shembull personalisht që të burresha në shtëpinë time e kam pas me të qarë. Nuk kam thënë asnjëherë, shiko sa e bëra shumë bukur atë të pëlqeu, duhet kaloja të qaja dhe të ulërisja që vlej sepse gjithmonë i parapria asaj që ulu me këmbë në tokë. Hajde tash, çikeni këto. Po boll mos ty vetë janë qef thot Shkodrani, kupto? Edhe gjithkohës edhe ti thua ore ndoshta se kam, plus krahasimoret e gocës së komshiut, goca e filanit, çuni i filanit që janë të mrekullueshëm, plus ne jemi humble të barabartë para Enver Hoxhës edhe partisë, ato trashëgimit e të qenin njësoj të gjithë. Kështu që na ka lënë dhe sidomos femrave u ka lënë shumë pasojë, apo ja? Po, se analiza jo. Kjo është vërtet, unë të mund të them. Veten. Fiks emocionale, unë të them që vetëm ti joja në një farë mënyrë të rrit vetë besimin që ti ke për veten tënde, respektin që ti ke për veten tënde dhe që mos të justifikohesh. Se mund të kesh edhe jo dhe pas të rrish të justifikohesh pse morë të vendimin, ë? Klaudia, më ke dalë fiks aty ku që është akoma dhe më lodhshme se sa thua po. Klaudia, më ke dalë fiks aty ku doja të ndërhyj edhe me ty, sepse më vjen mirë një herë që na përmbyllë këtë emision me çështjen e Jos, se si ti e kaluar dhe thua me shumë lehtësi sot. Ti vet e ndjen Jon pra, domethënë të rënduar mbasi e thua apo e thua dhe ndihesh mirë, domethënë si është kjo qendrimi mbas Jos? E them edhe ndihem shumë mirë. Nuk ndi nevojën të justifikohem. Okej. Se vitet e parë ka qenë kjo nevoja që ty ka qenë kjo nevoja që ta justifikosh shumë, se po e thua këtë janë. Në rregull. Kupton kurse tash teje dua ta vë në dukje se si është të thuash jo dhe ke kaluar të procesin e trajtimit të Jos, pra, sepse patjetër është proces. Nuk e fiton dot brenda brenda një javë, brenda një muaj. Ende, pra ka akoma njerëz që e thon Jon po në nivel intelektual. Pra, unë di të them jo, por gjë tjetër që ti atë Jon, përveç se ta thuash, edhe të mos e ndjesh rëndesën e të thonit të saj. Madje është një studim që thotë vetëm 10 sekonda zgjat rëndesa e të thonit jo, kurse mund të zgjas me vite apo me muaj, efekti kur ti thua po dhe nuk i kushton rëndësi vetes. Unë gjithmonë e kam thënë 30 sekonda paktën për mua personalisht, 30 sekonda më ka zgjatur sikleti Jos në fillimet e mia. Ato 30 sekonda kanë shumë, mendoja që do më rrotulloj bota në ato 30 sekonda. Po në momentin që e thoja, mendoja që e kisha botën në duar, nuk e kisha mbi shpatulla. Është një rast që përmbyll thash të. Po, jo, është tha të gjitha. Mua më vjen mirë që Klaudia nuk është se ka qenë një rast izoluar që e ka thënë jo dhe ka marrë telefon, por është diçka që ajo po mundohet edhe ta trashëgojë te fëmijët edhe të punojë dhe ka kuptuar tash dhe rëndësinë edhe. Joja kur realisht është për të mbrojtur veten kur ti e ndjen është shumë e bukur. Dhe kur ti kupton që nuk është ajo që ke ti në kokë që të ndodhi. Po.
Dhe kur fiton respektin është akoma më e bukur, edhe është fantastike si jo. Po për të shkuar aty është e vështirë dhe ka dhe relapse. Po. Është ajo shpreha që vërtet, që atje ka. rikthesh. Ka dhe relapse në situata të okay. ndryshme. Po, sepse Ka dhe njerëz që nuk ta marrin, sidomos të fisit, që e kanë problem, të cilët nuk mësohen dot kurrë. Është shumë vonë për të mësuar disa njerëz për t'i thënë jo. Këtë mëson edhe ti që ti nuk duhet të ndryshosh të tjerët. Ti thua thjesht jo dhe mbaron dhe këtu është detyra jote. Pa. Detyra jote nuk është që personi përballë të kuptojë jon. është proces edhe kjo, që ne duhet të mësojmë të pjesën e jos, po ka dhe një gjë që ne duhet të kemi konsiderat, se mund ta mësojmë shumë mirë jon, t'ja themi të tjerëve, po çështja është kur dikush tjetër na e thot këtë jon, ne mbrapsht, si ndihemi ne, se jo gjithmonë e marrim, pra edhe ne vetë kur e kalojmë si proces, jo gjithmonë e marrim të mirëqenë që edhe tjetri po punon me atë jon e vet. Si ndihemi ne, pra bëhet Po, një është shumë interesante. dialekt Jo, tjetër. është e vështirë është dhe ajo. Thjesht duhet ta dish që se kam me ty. Kam me veten. Duhet të jesh, pra kur ti piqesh, besoj e njëjta gjë duhet ta mendosh edhe këtë pjesë. Kur ti piqesh vetë emocionalisht edhe kur punon me Fillon e veten, vëzhgon, pastaj është ndrysh njëjta edhe gjë. tjetrin. Po, është edhe kjo, që ti kur fillon edhe i kupton nevojat e tjetrit më shumë, kur i di vetë si i ke kaluar. Po një çështje tjetër e frikës që ne si psikolog kemi është ekstremizimi. Se ndonjëherë ne fillojmë një proces shërimi me veten, por vendosemi në një pozicion që i shikojmë pak gjëra të ndryshe dhe realiteti që s'na përshtatet më, jemi kundërshtues, pra mund të bëhet dhe kjo joja shumë ekstreme. Mund të fillojë të përhapet edhe në pika ku nuk është për të thënë jo. Pra duhet të mbrohemi edhe nga kjo. Nëse le themi prindrit tan e kanë shtypur veten e tyre në maksimum, pra nuk e kanë thënë jon. Ne jemi brezi që po mësojmë. Jemi në proces edukimi, do kemi këto relapset, rikthimet, të gjitha janë pjesë e procesit të trajtimit të atyre që na është dhënë. Po kemi edhe një brez tjetër që ne do edukojmë, edhe si do edukojmë. Pra është dhe çështja, a do kalohet kjo joja ashtu siç ne mendojmë se do kalohet, apo fëmijët do kenë filtra të tjerë të adaptimit me këtë jon. Shiko, ka diçka me këtë që sapo the dhe shumë interesante, sepse unë personalisht mendoj, kjo është një dilemë që është gjithmonë, është kjo ajo që sapo përmenda pak më parë me rastin e bamirësisë kur angazhohesh plotësisht dhe pastaj i bën blok. E kam thënë gjithmonë në çdo intervistë në televizion, e kam thënë për lidhje me profesionin tim, por vlen për gjithçka. Në rast se ti jeton duke marr, pra nëse joja jote është a marr unë gjë prej kësaj, a përfitoj unë prej kësaj, nuk është një jetë, është një jetë e vogël. Është një jetë shumë e vogël. Është gati, më duket se ato që mbyllen në Mount Athos në Greqi, ato priftërinë që për të qenë safe ata rrinë aty dhe mendoj që një pjesë atyre që jetojnë atje në atë vendi ku shkelin femra, janë pikërisht njerëz të cilët duke e ruajtur veten nga trauma që mund të kenë kaluar e gjëra, ka vendosur që ta ruajnë atë formë ekstreme të izolohen aty, sepse nuk duan marrun gjë, a më intereson kjo, a si më bën kjo. Por ti në jetë duhet të t'japësh. Pra nëse ty ajo nëse e bën pyetjen, a mund të jap unë te kjo, si a vlen ndihma ime këtu? Pra duhet jetosh në këto dy pyetje paralele, a vlen ndihma ime këtu? Kjo është shumë e rëndësishme, unë mendoj që kjo është jetesë shumë më e mirë se çfarë marr unë vetëm nga kjo. Neve në këtë botën e sotme në sidomos brezat e rinj ndoshta e kanë çik më të vështirë, sepse ne jemi tani të gjithë self-made, pra na imponohet shumë të qeni self-made, të bërit biznes, po ta shoh shumica duan të bëhen entrepreneurs, duan të bëhen businessmen, edhe të rinjt. Nuk ka më vlerë, po humb vlera shkollës, po humb vlera, nuk i thua dot atij do mbarosh shkollën sepse do gjesh një punë të mirë. Thotë unë e krijoj direkt punën. Dhe po bëhemi shumë individualist. Qoftë që në gjimnaz njerëzit më shumë po rrinë në chat dhe po flasin në Snapchat fëmijët se sa po flasin në rrugë kështu. Kështu individualizmi i tepërt, kjo pjesa e kultura e ç'a do marr unë, lekët që do bëj unë, kjo është e dëmtuese. Është kufizimi më shumë se sa duhet Kufizimi nga po. komuniteti. Çfarë mund t'jap unë? Nëse ka një njeri ndim dhe ti nëse ai të ka lodhur ty dhe ndjen si abuzim, atëherë ti thua jo. Në rast se nuk është si abuzim, por është një njeri vërtet që mund të jetë hera dy që të kërkon ndihmë dhe ti mund t'ja japësh atë ndihmë dhe ke mundësi t'ja japësh, jepja. Sepse në fund të ditës bota ecën para nga ndihma, nuk ecën para nga bllokimi. Ndihma është hapje, është energji. Unë besoj që të rinjt që kanë thënë jo, moshatarët, adoleshentët që kanë thënë jo, kanë qenë të rinjt përballur me gjëra shumë të forta që në fëmijërinë e tyre, ndoshta dhe kanë vënë limite.
ose janë rritur të tillë, po pjesa më e madhe të paktën e adoleshent nuk është se ishim njerëz të jos shumë. Ishim të Se ishim përgatitur, nga natyra kurioz, absolutisht. Tash në natyrën kurioze dhe ti je akoma një fëmijë, para 2 vjetësh kur je adoleshent, 2 vjet më para ke qenë fëmijë. Kështu që nuk e ke zhvilluar trurin tamam, duke zbuluar botën, nuk e zbuluar veten, nuk i thua jo as të dalurës natën, fshetas. Pra rreziqet joja adoleshente është ajo që në fakt e bën adoleshencën shumë të bukur, edhe të rrezikshme, po e bukur me rreziqet e veta. Kështu që ka dhe ajo është proces ai që ne nënat jemi me gjak të ngrirë gjatë gjithë kohës për këtë procesin kur fillon e ndodh. Dhe vërtet. Por unë adoleshencën time unë të kisha vdekur 50, nuk e di sa herë të kisha vdekur në adoleshencën time, mos kisha fat. Për gjithë budalliqet dhe jo që stoshim, për udhime idiote në mes të natës, hitchhiking, autostope, e shumë budalliqe tjera, kështu që ajo është pjesë e kuriozitetit, e zbulimit dhe e dëshirës për të qenë liri dhe për të vendosur të marrë ti vendime, sepse joja më e fortë ka qenë nga prindrit, në momentin që jeni në tutelën e prindërve. Kështu që ti do bësh të kundërtën e prindërve, derisa pastaj vendos limitet. Sa më shumë neve flasim, më shumë dalin dinamikat edhe të sqarimit të jos, është edhe rasti i modelit të prindërve, se si një prindër kontrollues, shumë dominant, nuk ja mëson dot fëmijës vet, sepse ai vetë ka vendosur, edhe fëmia fillon edhe e merr këtë miratimin, edhe dëshirën dhe nevojën vetëm nga prindi. Dhe prandaj ka të vështirë. Pra kemi edhe rastin kur fëmijët bëjnë viktim të mos thonit jo nga mënyra se si rriten nga prindërit. Nga prindër që janë strikt. Po. Ato që kanë qenë gjithmonë strikt s'ka funksionuar fare. Kur janë shumë kategorik. Ose kanë qenë më të mbyllur se ç'duhet dhe pastaj kanë shpërthyer më vonë, ose kanë qenë komplet rebele, ndërkohë që për shembull moshatarët e mi që kanë qenë rebela apo ju futën drogë ose kështu, prindërit vetë kishin ca mënyra edukimi që ishin skandaloze fare, ishin shumë më tash, pra u mendoja që babi im ishte jashtë, që donte të shkojnë në shtëpinë orën 8. Kurse ata ishin jo mbyllen në banjo 3 ditë, jo çoje, nuk e di, kishin ca lloj metoda shumë të çuditshme dhe këta rebelonin më shumë, sepse çdo gjë duhet të ketë logjik edhe shpjegim. Po s'bën sens, nuk bën sens, sepse në momentin që s'ka logjik ai nuk ta respekton ty fare atë gjë. Është aja e komunikimit njerëzor. Ma shpjego, të bëj sens për mua, është okay dhe unë do ta kuptoj. Këtë e bërë edhe me gocat e mia. Kur s'bëj logjik, nuk bëj sens dhe ato më tallin, më marrin para. Po, joja duhet shpjeguar kur jemi fëmijë. Çdo gjë duhet shpjeguar, Dhe se s'dua unë. Ne jemi rritur nga prindërit thoshin s'dua unë. Po kush je? Do të thënë shpreha më e çuditshme shqiptare, më e çuditshme. E një brezi tjetër, se nuk dua unë. Po ç'lidhje kam me ty? Unë jam 14 vjeç, ti je 34, kupton, 40. Ç'lidhje ka eksperjenca ime me tënde. Kështu që kemi bërë lëm çdo gjëra edhe shumica e gjërave jona shkojnë back në gjithmonë aty ka një fillim. Gjithmonë ka një fillim. Ka dhe një fillim para fillimit. Para fillimit. Kodet gjenetike. Po. Është interesante shumë. Claudia, unë falenderoj dhe më vjen shumë mirë që ti tashmë je çliruar nga kjo gjë. Edhe të uroj që të falenderoj për emisionin. Po. Mos harro gjithmonë, siç kontrollon edhe jep, merr dhe jep. Patjetër. Ligji natyrës. Po nuk do të vinë. Patjetër. Falenderoj shumë. Shumë kënaqësi. Okej, pra ishte një diskutim i gjatë për Jon edhe çfarë besoj në fund, e ke parasysh duke përfshirë edhe veten time. E ke parasysh sa njerëz që fillojnë ulirasin papritur, që emocionojnë, ja nuk dua të ta bëj, të më lini rehat. E parasysh sa njerëz, edhe të them gjithmonë këta janë njerëzit të cilët kanë thënë shumë po. Dhe në një moment është si ajo puna e që tham në fillim të diskutimit, që si ka mundësi që gratë ose ato njerëzit ndahen në familje, mbasi kanë thënë tërë jetën po ta bëj unë edhe në një moment se na lodhët apo si ne na rrin nga gjyshi që thoshin më çmendën. Më të paktën gjyshet e Jukut e kanë këtë. O çu çmenda. Po pse e merr telefonin nëna, pse del? E po t'ja prish tash, po ku merr vesh ai budalla? Kupton pse për motrat vllajn. Ato rrinin tërkohës bashkë, po gjithmonë si kjo shpreha u lodha, më çmendi ky burr, më çmendi. Po mi më thuaj ta bëj vet. Po ku merr vesh ky? Pra jemi rritur nga ky refren i grave dhe sidomos grave që nuk ja prishnin dot dhe ankoheshin dhe pastaj bënin prapë dhe shijonin kur e bënin, kështu që është një rrëmujë e madhe. Po është shumë e lezetshme që më pëlqen shumë kur shoh ca njerëz edhe them kur fillojnë reagojnë keq fare, edhe shef komente, ky njeri i poshtër, dhe unë me vete them jo nuk është njeri i poshtër, njeri që nuk di që do të vë limite dhe nuk di si ta bëj këtë gjë dhe e bën në këtë mënyrë sepse s'është mësuar kur ti vë limite vetes. Edhe nuk di se si ta shpreh atë, shprejon e vet. Shpreha o më lini të fle ose që shpërthen papritur kjo gjëja. Pra nuk janë njerëz të këqij fare, janë këto lloj njerëz që edhe unë kam bërë këtë, që s'kam di si ta bëj, e ngarkoj trurin me këtë dhe pastaj pusi shpërtim dhe i thot,
Ore po, ç'a ndodhi valla? Ç'pate Po, ti? shpërtimi në këtë rast është emocioni i zemërimit, që unë ja them edhe personave me të cilat punoj, që zemërimi kur del tregon që ti ke shkelur shumë. Dhe për këtë arsye ne shpërthejmë, sepse ai do të vendosë drejtësi, do thotë që e ka kuptuar para emocioni se ta kuptoi logjika, që gjëja nuk po shkon si duhet. Edhe prandaj u ndodh shpërtimi që ne shikojmë. Kjo është një çështje që uroj që disa të marrin. Në fakt ne u futëm edhe më thellë sot, edhe më vjen mirë që kur na marrin telefon ka qef të hapen, të tregojnë histori pafund, por neve ka një mbyllje dhe ky program. Falenderoj Jona, edhe ne jemi nga fundi, besoj në fund të majit e mbyllim për këtë sezon. Por anyway, so shihemi prap, gjithsesi. Ciao. Ándale.